Falë doktor Celi Berisha, kam vu kapoqi, kam vu kapoqi se kam i aksident. Shuam Benjal Vogli, Venali gjysh kata gjysh nga Varoshi. Varoshian, kroton gjysh kata gjysh. Me letra angleze jetë mes Londrit British Steel. Kam nga Anglia, 32 vjetë të kam dhënë votën, me zemër, me më paston Celi Berisha, që prejtë i kra, e preshën për Celi Berisha. Se vetë nga ka dhonë lejit. Vetë lejit, je për gjatë jetër. Në të rizet e krave, 32 vjetë të kam dhënë. Bile, o ka edhe i dirama më Londër, pe qipnun demokrat. Si hiku si zgarami, si dhije zjebosme. Kam qenë më Londër, o ka edhe i dirama. Unë shkurt, nuk kërkoj asi japë e teje, ke pasmojt i premtim për krujnë, si që foli para arsi, i premtim për krujnë, kryja është krem fshat. I kam angli, i kalamajt më angli. E kam lanë angli, do të vi këto, do të jetë këto më krypt e mi. Më ke pason të maj men shumë burë, më fala se për mosht kam vend babs. Ke pason me borë rrugën, Këruj, Tiran. Shtimpa, kaqka. Pa diskutim. Ju fanoroj shumë për ndërhyrjet, po u përgjigje dhe pastaj po vazhdojmë bisedën. E vërteta është që përshkrimi që i bat Krujs është përshkrim dramatik, real, dhe në një farë mënyrë është historia apo tabloja shurjes së Krujs dhe Shqipërisë. Kjo është e vërteta. Ju rrjeshtuat me krenari dhe me drejt pasuritë e mëdha, historike, arkeologjike, natyrore, të gjithanshme të qytetit. Por, nga ana tjetër, falimentimin e bizneseve, largimin nga qyteti, braktisjen e investimeve, mungesë e plot të investimeve, Kruja pa ujë, Shqipëria është pa ujë, dhe Shqipëria e kanë përdorur shpesh në raport me pasurinë ujore, quhet Norvegjia e Ballkanit. Është vendi më i pasur me ujëra. Dhe vendi ku sot qytetet e saj vuajnë mungesën e ujit çdo vit e më shumë. E gjithë historia e këtyre 13 viteve është historia e vjedhjeve më të paimagjinueshme të njerëzve. Dhe ne jemi njerëz politik këtu, jemi drejtues, jemi antar PD, jemi mbështetës. Kur ndonjëherë, qytetarët shqiptarë nuk janë vjedhur si këto 13 vite. Dhe po të vini re, po të lexoni, kjo ndodhte vetëm në sistemet koloniale, ku kolonizatori donte me çdo kusht të mirte këto pasuri, kaq pasuri nga vendi, dhe mbante të shtypur në gjendje skllavërie banorët. Në mënyrë absolute, kanë disponuar nga taksat tuaja 67 miliard euro. 67 miliard euro. Kanë zhdukur, kanë vjedhë dhe zhdukur, përveç 8 miliard që janë shpenzuar për rroga.
kanë vjedhë dhe zhdukur të gjitha tjerat në masën 90%. Ju një gjë ta mos e harroni, edhe ta përdorni. Ku është djegësi i Tiranës? Djegësi i Tiranës janë paguar nga xhepat tuaj 130 milion euro. Asnjë tull nuk ekziston. Pse po e marr këtë unë? Edhe duhet ta mirni dhe ju me çdo qytetar. Sepse si djegësi i Tiranës, aty pak a shumë si a janë në tërësi miliarda investime. Unë ju thash 75 milion e inteligjencë artificiale. Tendër tjetër, blien kompjutrat, faturohen 10 fishi çmimit në dyqanin e Vjenës apo të Parisit. Çfarë do thot kjo? Vidhet 90%. Ju shikoni, a u inaugurue ujësjellsi, a erdhi ky dhe e griti gotën si Enver Hoxha dikur në Shqipër. Ku është ujë? Është vjedhur. Janë vjedhje dhe vjedhje. Ju i shikoni rrugët, se si shembe njëra mas tjetrës, sepse janë të gjitha vjedhje. Pra, këta kanë shkatruar vendin duke plaçkitur taksat dhe tatimet, jo vetëm kaq, pasurit publike. Ju thatë për pensionin, 180.000 lekë shpenzoni ilaçe, 103.000 merrni pensionin. Ishte krimi shëmtuar, bllokimi i pensioneve dhe rrogave. Sot, pensionet dhe rrogat në Shqipëri duhet ishin minimumi 3 fishi i atyre që kanë qenë në vitin 2013. Minimumi 3 fishi, mundet dhe më shumë. Jo, i ngriu, i indeksoj gënjeshtar, i s'ka indeksua absolutisht, sepse çmimet janë rritur në mënyrë të jashtëzakonshme. Pra, a ka mundësi të ndryshojë kjo situatë? Me njëherë, me shpejtësi të madhe, po ju them unë ju, dhe ne në premtimet tona nuk i bazojmë në erë, në ajër, i bazojmë në trashëgimin tonë, ne jemi forcë politike. Rikujtoj si sot, kam qenë në Elbasan, para në vitin 2005, dhe aty kam deklaruar para një dyqani se do të dyfishojmë rrogat e mësuesve. Mësuesit ishin 40.000 në të gjitha administratën. Gjëja më e vështirë. I kemi rritur 120-150%. Po, dhe sot absolutisht çdo shqiptar duhet mirëtet 3 herë më shumë. Çfarë do bëjmë? Atë që kemi premtuar do bëjmë. Do rrisim, do të nxjerrim shqiptarët, njerëzit me rroga më të larta në rajon. Aty ishin me më të lartat, do jenë prapë me më të lartat. Nuk tërtohet rruga. Kilometri me 20 milion euro. Greqia po ndërton autostradën Janin Kakavi, se mund të thot kush se ato janë të vjetra, po e ndërton tani.
27 metra gjërë, me 6 korsi, sa kilometri? 4 milion euro kilometri. 9 milion euro kilometri ka përfunduar një segment i rrugës këtë Qukës Qafloç, pa ur, pa tunel. Pse po i them këto? Po i them këto se parat janë, po të mos i vjedh administrata, edhe duke ullur taksat, edhe duke përgjysmuar taksat, duke u lanë bizneseve për t'investuar. Pra, ka shpresë dhe shumë shpresë, ka mundësi dhe shumë mundësi. A i dini ju që sot të dashur pensionistë e pensionistë, gjithë ju, ilaçet që merrin në mënyrë absolute, janë pa efekt, po, nuk ishin kur kështu. Pse nuk ishin? Sepse fare thjesht, sepse bëm ligjin, i cili thoshte, asnjë ilaç nuk tregtohet në Shqipëri në qoftë se nuk ka marrë autorizimin e entit europian të ilaçeve ose të entit amerikan të ilaçeve. Një, jo vetëm kaq. Asnjë ilaç nuk futet në territorin e Shqipërisë në qoftë se nuk tregtohet, jo në një, po në 2 vende të Bashkimit Evropian. Dhe ilaçet mund të ishin pak më shtrejt, pa jo zgjidhet, asnjë vështirësi, me kompensime dhe rrugë tjera. Por ama, ilaçin e mirë je ilaç dhe tipi efektit, kurse sot me ilaç t'jep efekt. Kurse sot, ky që fliste, një nën, thoshte, kanë qu flet arrest një nën, me 2 fëmijë dhe me kancer, ky shpirtkaz, që len me 10-ra, me 100-ra gra dhe vajza, pa me forma të ndryshme, edhe të fëmijë dhe të rritur, pa ilaçe. Ky len pa ilaçe. Ju i keni dëgjuar kronikat për spitalin onkologjik. S'ka qenë kur kjo. Po pse s'ka qenë kur? Sepse kompanit që prodhojnë ilaçet ishin në Tiranë. Dhe ishist aty. Kurse ky i len pa ilaçe. I len pa aparate. Dhe tani, unë sigurisht ndjej keqardhje dhe për atë nën me 2 fëmijë që po ky ndjen keqardhje për qindra nëna dhe motra dhe vajza që mbeten 3 vjet pa brakiterapi, që e kanë jetike. Pra, ju garantoj se ne do bëjmë gjithçka për një ndryshim rregjisor të shpejtë. Do bëjmë gjithçka që të rinjtë të mbeten në Shqipëri, të ndërtojnë ëndrrën, të punësohen, të kenë kredi për të ble apartamentin, do kenë kredi për ngritur bizneset. Ne rikthym në vitin 2009-2013, mos e ndigjoni këta mashtrus, që u thonë, e mo çmeri me ato të shkuara. Ato të shkuara janë trashëgimia jonë. Dhe ne bëm në 8 vite. Bëm në 8 vite. 8 herë më shumë se që kanë bërë këta në 12 vite. Dhe do bëjmë. Po. Pse? Sepse ne nuk pranonim kur të mbronim hajdut. Për kundrazi, miq, 630 punojës brenda 2 viteve janë përballë me ligjin për korrupsion. Kurse ky ka 3 muaj që s'bën gjë tjetër, mashtron shqiptar dhe mbron ministrat e tij hajdut. E thatë ju, me bukë në vete, po, edhe aty do shkojmë, po ne nuk i ndahemi këti. Jo, ne kemi betejnë finale këte.
absolutisht do ta fitoj. Ky ka te i kalur, ky vendin e ka atje për krimet që ka krye. Edhe do e çojmë ne aty. Nuk shton ky as me ligje, as me pa ligje. Kështu që do vazhdojmë betejën tonë gjën fitore. Faleminderit. Po. Zotëria atje. Kalojmë çik mikrofon. Faleminderit. Mirë mbrëma të gjithëve. Mirë se ka ardhur profesor Dr. Sali Berisha në Krujë. Në këtë ditë historike për gjithë kombin shqiptar, Kosova sot ka festë, por ka festë gjithë kombi. Ne do ta dim, jo të gjithë e din, atë që liroi Gandhi i Ballkanit dhe Sali Berisha. Sepse gjithë të ushtarët e UÇK-s, komandantat janë përgatitur në Shqipëri, në Zallher dhe në Mamurras, të cilët kanë luftu, kanë dhënë shpirtin, para mo përgatitjen e morën nga profesorët dhe arritën. Po kjo është forca edhe shpirti i Sali Berishës, i cili e krijoi. Sikur ata thonë sot, Edi Rama thotë, jo, më thot, Kosova thotë të çluan ata. Edhe shkarri me Vučićin, edhe sha kryeministën e Kosovës, sha shqiptarët dhe bëhet mik me ata. Shkoi paguajti paret për shpall profesor Dr. Sali Berishë në Ngrada. Ai do shpall në Ngrada këtu nga populli shqiptar, sepse po përgatit ligjin që ne do të vjedhim sa dush, do të bëjmë çfarë dush dhe ne nuk kaç na po kërkush se kemi votat. Pra ata vjedhin për të dhënë votat dhe shpërndajnë paret për të marrë pushtetin. Ju bëni çfarë doni, ne të bëjmë çfarë duam. Kjo është fatkeqësi e madhe. Prandaj që ne duhet ta shpallim, nasa e arrit miratoi ligjin që do të vjedhin sa duan dhe ne s'kem ç'i bëjmë. Ne duhet ta shpallim në Ngrada dhe do të rrim jo me bukë, po edhe me gur aty. Jo gjithçka demokratike, por edhe çik socialiste ne, sepse do t'i marrim çikën nga ata, sepse ata ç'a bëjnë? Ata shpiken vran 4 vet atje më shesh, edhe shpiken thanë që vrau Sali Berisha. Sali Berisha është në pushtet, nuk ishte pse vritë Sali Berisha. Por ata për shpik, për sa ju ja bonte Edi Rama me dorë, aty në agrën malet me shok, që vje puna, sot shkon parlament deputet, shkoj kryetar bashkie, e heon për të mqef, u bodhe deputet. Ne unë udoj shpirti për kalamajt, na kanë hik fëmit, na ka hik truni, na ka hik zemra, i bom me shkollë, edhe ai ne i përzuni, ne i largoj nga Shqipëria, për të nejtë vetë me ne. Ne jemi, ai thot, që doni Berishën së është i vjetër. Berisha është 35 vjetë, sa gjithë ne, se me nga 35 vjetë e kemi kriju Partinë Demokratike, 36 vjetë. Berisha është shumë i ri, shumë i fort. Edi Rama të sheka zonë gjumi, kurse Sali Berisha të bëhet takim me poplit. Pra ne që ne duhet t'i falim Zotit dhe mund për na ka dhënë një doktor, por i qik humanitar, i qik falës. Nuk do t'i eshe shumë doktor. Sepse ne ke doktori që e fëmin, kurse ke kasapi që e mvicin për të therë. Ajo është kasap, nuk është doktor. Thonë të jo, po, ju keni drejtu me ashtu, me sportist. Po qërë është ky? Ky kryeministë të mu bo me drejtu. Ku vje puna? Unë kam shumë gjona për thonë, por kryesori është që ne do të mblidhemi të gjithë, të i bëjmë thirrje të gjithë atyre që na ka ngel, se ne jemi i bo si vlezën, si gjithë do mund të shku në përmitigje të ka 35 vjetë, se në 4 vjetë për shtet kena drejtu, me thonë drejtën. 2009, 2005, 2009, që kena drejtu për shtet. Dhe kena bo punë, sa që nuk ka bo këta, si ka kërru Partia Komuniste e deri sot, ka bo Sali Berisha për 4 vjetë. Kjo ka qenë, dhe më thonë, puna, bashkoj kombin. Arriti bashkoj kombin, mas ishte po rruga Kosovës. Kosova rritë të rritë me Serbin, se nësë shkojshim atje, asa ta së ndishin këtu. Ta shi vinë për 2 orë, shkojmë në atje, vim në këtu. Qaj, na futin nata, hojës dhe vizat.
Çfarë duan më këta, çfarë bën ta, vetëm vjedhje, bani 3 rrugë, 2 tunele, ata u shemen. Ku vje puna ata ngelen rrugë, ai bani rrugë gropa i mëti njerëzit i lakret. Pasha zot nuk më thon drejtë, nuk kam makinë, kam frikë me hap nalt. Sepse fillon makina nis e çon me 4 amortizatore, vjen me 2 rrugë. E ngelin rrugës, si e ka bokët gropa, nuk ecim dot. Falenderoj doktor Sali Berisha, dash zoti shnet. Faleminderit. Edhe fitoria me ty është e sigurt, por të në këshellon e pak lulbashën, parti s'pat mo, me thonë drejt. Partia pat hik, që shkatru veni i kret, sepse kur arriti me thonë e Edi Rama mo, kjo është opozita që tu, me thonë drejtën, adheve në knoqë i shpirti, në mojti 90 vit në qatë, tha që pala, shkoj ke paloshi, nejtë me paloshin të cipër, e ne i tha në Monika, tha, ajo Belinda, tha, kjo tha, palosh të është. Atëherë, falenderim shumë. Edhe unë falenderoj shumë. Faleminderit, marrim edhe 2 pyetjet e fundit, po, zotëria këtu, edhe do t'ju përgjigjet edhe doktori në fund. Ja këtu të përballë. Mirëmbrëma doktor. Mirëmbrëma të gjithë demokratëve të Kryes dhe të Fushkryes, i pjesë e madhe i njoh personalisht, sidomos ta të Fushkryes, i pjesë jo. Kur vjen takime të tilla, sidomos mas shumë kohësh, se unë s'kam qenë këtu për shumë vite, rrezikon përgjithsisht, domethënë të emocionohesh e të humbësh anën racionale dhe pastaj të delirosh kollaj. Duke mendu kur më lajmëron, domethënë që do ishte takimi sot në Kryj, po kaloja pak në përmend se sa gjëra ndër këto vite, po themi, kam reflektu jo vetëm për të pa anën e jashtme, këtë anën jashtënesh. Sepse ana jashtënesh kush është? Ana jashtënesh janë këta vampirët për cilët u përshkru dhe u fol gjatë e gjërë deri tani. Kam qenë shumë më i ri dhe shumë më i paditur se sot, kur i kam përshkruajt si një organizat që përfaqëson neofashizmin mafioz në Shqipëri. Dhe po flas për një periudhë diku nga 2014-15 kjo, kur realisht isha shumë më i paditur se sa sot. Ndaj, duke ardhur për këtu kisha një listë shumë të madhe për të pa për nga vetja para, jo më për nga ata. Edhe duke qenë që situata është kjo që është, dhe që ne jemi përballë këtij regjimi pa diskutim, përballë këtyre vampirëve të pa shembull, pa diskutim, përballë një soji dhe sorollopi që ndoshta vetëm para 92-shit, ndoshta as atëherë nuk ka pas të tillë. Mendova që listën e madhe, po themi, të një këndvështrimi, po themi, për nga vetja jonë, ta shkurtoja dhe jam mundu me reduktu në disa pyetje. Një pak kënaqësi që kam, unë e kam shënu pak me ironi këtu, me thënë vërtetën, unë s'do ta përmend ashtu siç e kam shënu, po një pak kënaqësi që kam është me organizimin e protestave. E kam thënë fatmirësisht, ndryshe ndoshta nga shumë prej njerëzve që janë sot në sallë, unë kam marrëdhënie me një pjesë të madhe dhe të anëtarëve të kryesisë, po edhe të anëtarëve të nderuar, po themi që janë marrëdhënie me Selin qendrore. Mirë po, jo gjithmonë reflektohen mendimet, jo gjithmonë vinë aty ku duhen fjalët. Pse kam kritik? Mendoj që fjala përballë Edi Ramës ka psu një inflacion të jashtëzakonshëm. Unë kam studiu për aktrim dhe për regji, merrem sot me studime metodologjike, përkthime për fushën e teatrit dhe të regjisë teatrit, dhe jo më larg se sot me këtë mikun tim në kafe, isha duke i thënë, shiko, fjalët pësojnë shumë shpejt inflacion. Dhe fjala me këtë regjim, unë mendoj që inflacionin e vet, thyrjen e vet të madhe, e ka pas në 2017.
Pra nga 2017 deri sot, unë mendoj që ne jemi për te inflacionit fjalës. Ju thatë çfarë rezistencë paqësore. Shumë mirë. Është një formë. Por nëse unë kam qenë i bindur në 2015 që kjo është një organizatë neomafioze fashiste, sepse i ka të gjitha shenjat. Një nga shenjat, për shembull, që përshkruan Pasolini në për filmat e vet, është perversiteti i njerëzve të paftyrë, absolutisht kriminal, në për banaqet televizive shqiptare. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Tashti ku e kam unë me formën e protestës? Ka një rrëmuj. Unë isha në protest herën e fundit dhe isha goxha energjik për disa që e din këtu në sallë. Dhe ka kaos. Disa këtej, disa andej. Nëse shkojmë te parlamenti për t'i fut njerëzit tanë në një hing që ata të arrestohen, unë nuk jam dakord. Nëse duhet bëjmë rezistencë për balë t'i regjimi, duhet i rrim për balë t'i regjimi aty ku e ka strofullën e të keqës. Duhet rrim aty, të gjejmë forma. Nëse jemi pak, le të zgjerohemi. Nëse nuk zgjerohemi, do të le të shtrojmë me mbar publikun, me universitetet, me spitalet, me policin, edhe me institucionet shtetërore. Do thoni ju ata janë të kap. Ka dhe prej atyre që janë të pakënaqur. Duhet ta gjejmë në formën të nxjerrim intelektualët tanë, njerëzit tanë, që për hir të vërtetës disa prej tyre bëjnë një jetë politike goxha elitare dhe mondane, dhe nuk po hyj këtu në detaje se pse mendoj këtë. Se nuk është vendi, unë thash, do mundohem ta reduktoj nga ana kritike. Por skena, unë kam pa protesta në të gjithë Europën. Torino është një nga qytetet më energjike në Itali për protesta. Ka qenë shpirti politik i Italisë, vazhdon të jetë edhe sot. Qoftë për ide të majta, qoftë për ide të djathta. Kryesisht për të majta, sepse Italia ka, ndryshe prej nesh, ka një histori tjetër edhe zhvendosjen e ka tjetër. Por, këtu kemi të bëjmë me një fashizëm të majtë, sepse njerëzit nuk e din që ka dhe fashizëm të majtë. Dhe unë mendoj që të reduktojmë skenat dhe potencialin ekonomik që investojmë në ato skena, ta kemi në potencial ekonomik për të zgjeru debatin, për të zgjeru dialogun dhe për të zgjeru dhe mjetet për të qenë në më energjik për balë tyre. Kjo e para. E dyta, kam një shqetësim kështu pak më lokal. Flitet për një bashkim begëve, Krujë dhe Fushkryj. Unë e kam grejt këtë shqetësim, vazhdoj ta kem këtë shqetësim, por nuk e kam këtë shqetësim në bazë të vogël. Kjo e ka një shtrirje, e ka një mendim nga mbrapa. Unë mendoj që ne si demokrat duhet të japim besim njerëzve tonë. Duhet të decentralizojmë pushtet. Duhet të krijojmë, si më thonë, qendra sa më të mëdha dhe sa më të shpeshta edhe në zonat tona, dhe këtu jemi, duhet ta ndajmë pushtetin, duhet ta ndajmë përgjegjësinë, duhet ta ndajmë besimin. Ndërsa ne e centralizojmë, dhe pyetja ime për shumë nga miqt, disa prej tyre janë panel, disa prej tyre janë sallë, është dhe kjo. Po mirë, me që kemi parti me kaq potencial të madh. Ngupto. Duhet ta kisha pasur, unë e njoh jetën politike lokale. Ndërkohë që ne kemi problemet tona, për sa i përket elementve njerëzor, burimeve njerëzore të kemi, nuk është se s'kemi, por nuk shoh gjithë të energji për të bërë gjithë të organizim të madh partisë. Mendoj që decentralizimi dhe shtimi i fuqisë dhe shpërndarja e përgjegjësive është shumë më e mirë se sa centralizimi i vet. Ne edhe si djathtë jemi për decentralizim dhe për besim. Kjo e dyta, dhe i shqetësim moral të tretin, që mendoj që ka lidhje edhe me filozofinë
edhe me frymën e partisë tonë, edhe të moralit tonë, që kur kam fillu të marrë veshun nga politika, në këtë qark, në këtë zonë, dhe që kur jam bashku aktivisht, kur Partia Demokratike ra nga pushteti, unë, si një studenti sa po diplomum, kisha diplomu në 2010-ën, në 2013-ën Shqipëria u gjetë përballë sloganit të famshëm 1 milion shuplaka dhe 1 milion shkelma, të gjithë e majnë mend. Dhe mendova që një njeri i ndershëm që nuk beson, dhe unë vërtet nuk kam besu kur të Edi Rama, as kur bënte shfaqjet e veta ekzibicioniste me sopat, as sot që është ky vampiri miliarder që sa po e tham këtu gjërësisht gjithë ne. Nuk kam besu kur. Qa vere, dhe e vere nga shumë vite. Këtu s'ka nevoj as për emra, nuk ka këtu, unë mere me fenomenin. Ka një fenomen. Për çdo palë zgjedhje, që kur jam bo unë për të kuptu nga politika, këtu ka një mit. Cili është miti? Është një mit të cilin unë e kam orry, është një mit i cili tregon për një dobësi morale tonën, miti i më do Berisha, e kam mbyll me Berishën, Berisha e ka mbyll këtë muhabet, unë jam këtu, ai është aty, ai është atje, e tjerë e tjerë. Mendoj që kjo, që është një shpifsi morale, duhet marrë fund. Sepse kjo, dhe ne e dim shumë mirë se ku qonë në një varg të gjatë gënjeshtrash dhe problemesh të cilat neve na kalbzojnë, nuk na bojnë as nder dhe as nuk na forcojnë. Unë e mbylla fjalën time, faleminderit shumë, falni ndoshta për i çik pasion. Këtë e kam kështu të natyrshëm. Shumë faleminderit. Marrim edhe pyetjen e fundit edhe po, këtu. Te zotëria këtu. Përshëndetje doktor Berisha, mirë sa erdhën në Kruj, qyteti i Krujës bashkë me Athena, sysh sa kriju Partia Demokratike, ju një mik e qytetar të parë. Edhe hera parë, mbas shumë vitësh se sa të shohim në sën, vërtet. Me fitore jo kush i di se çfarë, po të paktën me fitore, kjo fal demokratëve, qytetarëve të Krujës, për zgjedhjes tepër të saktë kandidaturave. Ishin në vërtet në lartësitë që e meriton ky vend. Ky qytet e këtë rrethë. Ndërsa për çdo shqiptar që kërkon ndryshim, për çdo demokrat që kërkon të fitojë, si qëndrohet, si fitohet, si luftohet, shembullin e kemi përballë. Është doktor Berisha. Nuk kemi nevojë të shohim kërkon. Prandaj gjithë të cili si vërtet e shef pa mundësinë e prindëve të vetë, se s'mon lëvizin, për hir të aty në fëmijëve që i kemi jashtë, me datën 20, atje të vendit. Atje ku duhet të jemi. Kaq kisha. Tani, ju falenderoj shumë për ndërhyrjet, me qenë se më ngeli një përgjigje nga parafolës, ju siguroj dhe njëherë se ajo rrugë Kruj Tiranë, që po bëhet legjendë, do të jetë rruga e parë që do përfundohet në mandatën e Partisë Demokratike. Si e pati? Emër një lutë? Besmir. Ke bërë një analizë shumë interesante. E vërteta është se degradimi sotëm i këtij shteti të garantoj që në disa aspekte është shumë më i thellë se i shtetit diktatorial që përmbysëm. Në që kuptim?
në që kuptim. Në atë shtet ne kishim sigurim në shtetit, që përndiqte, bënte, me armatën e ti, ju nëzinte jetën. Kjo është e vërtet. Ishte policia një levë e partisë, por në degradimin moral të sotëm, në raport me qytetarin, është i pakufishëm. Hidhrohem, kur ju them, po them të vërtetën, se sa që kanë vjedh 3 drejtorët e Tiranës, nuk ka vjedh dhe gjithë bureja politike e Enver Hoxhës në 46 vite. Jo, nuk ka vjedh. Diktatori, të marim se do të themi gjërat të vërteta, jo të, po, ishte mizor, gjaksor, vrasës, e tjerë. Por vilen që ndërtoj, nuk e regjistroj në emër të vetit, as të fëmijëve të tij, e regjistroj pronë të shtetit. 3 drejtorët e Tiranës kanë hotelin e Qelqit 24-sh, si au prek njeri. Ata e në burg, hotelin ndërtohet. Po kjo është vetëm njëra. 3 drejtorët e Tiranës, po kalojt e ministra se janë shumë me tepër. 3 drejtorët e Tiranës shkonin kombinatju. I shkonin qytetarëve. Pallati ka krisje. Dhe duhej pallati ka krisje. Dhe duhet shembur. As i krisje pallati. Po reale kjo, Në Tiranë, në lagje tjera. Pse? Çfarë bëni? Ja u shemin pallatet, as një tull nuk vinin vetë. Mirnin kompani të ndërtimit, që u ipin lejet shpërbleshën me ndërtim pallati. Dhe aty ku pallati ishte 4-5 katësh, ata ndërtonin 11 katësh dhe fitonin 6 kate. Këta duke nxjerrë veprime, pra një degradim moral kriminal të tillë është i papërshkrueshëm sot. E the bukur. Mafje nga më të pamëshkirat që mund të ekzistojë. Ndaj dhe për partitë dhe për qeverinë e ardhshme, jetike dhe vendimtare për suksesin është dërgimi paraligjit i tyre dhe pasurive të tyre. Për ndryshe, të ardhmen nuk kemi. Jam pra plotësisht dakord. Nuk po ndalem të marrës, i ke shumë të drejta, edhe për 2017, por ky në çdo dimension është i pa shok. Sepse ky është një bastard i armiqve të pluralizmit. Besmir, kur Kristaq Rama, në pamje të parë skulptor, dhe po të pyesish ti njerëz që e ka njohur, sa njerëz më thonë mos Salim mos fol për te se ishte burr zotni, një kriminal zotni ai. Ai firmoste me gjak ftofsi, të varet Hafzinelat, mos i falet jeta, po të varet. Po pse e bënte atë? Se Hafzinela me vargjet të tij
i kërcënon të pushtetit. I kërcënon të... Edi Rams, opozita i kërcënon pushtetit. Nuk i varë dot, por bën gjithçka çka s'duhet bëj kundër saj. Kjo është e vërteta. Dhe opozita me një histori tragjike, sepse nga 2020, pasi duket, merrej vesh me atë që kishim, merrej vesh, pastaj me çdo kusht që të mos ishim. Dhe jo vetëm, nuk ishte vetëm, ishte mafja ndërkombëtare botërore për të mos qenë ne. Çfarë bënim ne? Ne mbronim të vërteta, mbronim interesa të shqiptarëve të Shqipërisë. Ne besonim që Shqipëria duhet kishte opozit. Opozit të vërtet, jo të shitur. Jam plotësisht dakord që decentralizimi duhet të jetë një parim. Organizimi që ju qortoni, problemi i degëve, ne kemi, se çdo forcë politike ka në shtrirën territoriale respekton ndarjen administrative. A mund gjinën forma që truhet decentralizimi dhe përsërit përshtaten me ndarjen territoriale? Ne po e studiojmë dhe do shohim, më tonë. Por, si rregull, si njësi, në çdo njësi kemi një njësi. A mund kemi degë në degë të tjerë, pastaj këtë duhet ta vendosim. Tani, e thatë bukur ju aty. E ka mbyll Berisha, e ka thënë Berisha, shumë mirë që e thatë. Çfarë ka bërë Berisha? Themu ty. Pasi u riktheva, pikrisht që të mos e mbyll Berisha, po ta mbyllin demokratët, edhe po të them një gjë, këtu ta dish. Në qoftë se shkon në të gjithë thelbin tim i kësaj përpjekje, absolutisht qëllimi më kryesor ka qenë që ju të keni të zgjidhni ata që doni dhe jo ata që duan të tjerët. Kjo ka qenë i gjithë qëllimi im. Unë, se e hapur, pasi më shpallën non grata, i them kryetarit partisë kryetar. Tani, nuk do merret partia fare me këtë punë. Nuk ka punë partia, merrem vetë. Partia jonë është një parti pro-perëndimore, pro-amerikane, kjo është një betejë dhe unë do bëj betejë. E kam hedhë në gjyqat e sekretarin e shtetit, edhe do merrem dhe me media, dhe unë do i bëj betejë që duhet. A im ka shpallë mua non grata as një fakt pas një dokument, edhe unë do i përgjigjem. Mirë po ai ishte i kapur, ishte peng. Dhe pash pastaj që atë e kontrollonin. Njeriu që u drejton të kontrollohej. Si kontrollohej, ta them unë? I kishin hap dy dosje. Njërin për Toyota Yaris, tjetrën për Nikmuzinin. Dhe në mëngjes e thrisin prokurorët, në darkë shkon të Angela Gaçi. Po, eksakt kjo ju them. E kur pashun që këta donin, do më thanë, donin që ju të kishit një kryetar të kontrolluar, jo, pastaj thash, kjo s'dodh kur, edhe e kam me dokumenta. Më dërgoj njëri mua, i thash ti s'ke për të kontrolluar kur, përveç antarëve të PD-s njëri s'ka për të kontrolluar kur të zgjedhjen e tyre. Tani, pse e thash këtë? E thash se u ktheva me primaret, pikërisht për të qenë me këtë parim që ju të vendosni për ata që doni, futën primaret. Unë në mënyrë tjetër, pavarësisht se e kritikoj, të garantoj që kur
nuk kam dhe s'do t'i rekomandoj kujt kur se cilin të votojnë. Votoni atë që doni dhe unë do të respektoj në mënyrë absolute dhe vullnetin e antarëve të kësaj partije. A është e përsosur? Nuk është e përsosur. Prit, sepse thoni jo, po lista. Vetëm listën s'mund t'a bëjmë ne. Dhe kryesia qendrore, në mënyrë kategorike absolute, nuk do të ketë asnjë tagër për listat tuaja. Listat I keni vetë. Kryetarët janë këtu. Kryesia. Lista është përgjegjësi e kryesisë dhe kryetarëve. Me përgjegjësi të madhe. Dhe pavarësisht se nuk është e përsosur, po mënyrë më të mirë se sa ju të zgjidhni atë që doni dhe atë që besoni, se sa vota juaj nuk ka. Dhe këtu mund të them, nuk po burremi fare, po nuk kemi në të shumtat parti në Europë që e përdorin, jemi në të paktat parti në Europë që kemi fut primaret. Duke përfunduar, po, ke shtruar drejt çështjen e organizimit protestave. Jam dakord me ty. Duhet të përsoset organizimi dhe do përsoset. Një gjë do të jemi të qartë. Kjo strategji që ndjekim ne është e mundimshme. Kërkon durim. E kërkon këtë. Por kjo është rruga më e sigurt për të fituar. Sepse ky është një armik I egër. Dhe është bërë punë për ta rrethuar në gjitha anët. Jo me të padrejtë. Nga tetori I vitit 2024 gjerë në maj të vitit, gjerë në 5 dhjetor të 2025-s, janë 7 rezoluta ndërkombëtare për dënimin e tij. Të cilat thonë të gjitha këto që I themi ne njëri tjetrit për ta. Arritje është kjo. Po, a është materializuar, a është shfrytzuar në maksimum në rrafshin ndërkombëtar, a janë shfrytzuar në maksimum të rezultat? Jo. Them unë jo. Sepse shfrytëzimin në maksimum I tyre kërkon një investim shumë të madh. Dhe kërkon durim, do ta bëjmë, po e bëjmë, në mënyrë të pandërprerur, në mënyrë të vazhdueshme. Dhe gjërat po dalin. Por në këtë kuadër, betejë jonë nuk është një ndeshje futbolli. Është një betejë e cila duhet persistojë. Shumë njerëz thonë këtu, duhet marrin bukën me veti. Në fakt, pa protestë të qëndrueshme, ne misionin nuk e përmbushim. Dhe do shkojmë drejt protestave të qëndrueshme. Do të shkojmë drejt protestave shumë forte. Por një gjë, do të qëndrojmë të betuar që misionin tonë do ta përmbushim. Ne do e përmbushim misionin tonë. 20 shkurti është një ditë e madhe e historisë e të sotme sonë. Ndaj dhe me 20 shkurt, ftoj të gjithë demokratët dhe opozitarët e Krujës në Tiranë në orën e opozitës, ditën e opozitës. Faleminderit shumë, fitore.